Borxhet që qytetarët dhe bizneset u kanë institucioneve që japin mikrokredi janë ulur gjatë vitit të kaluar krahasuar me vitin 2024. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, vlera portofolit të kredive ka arritur në 62.7 miliard lek, duke shënuar një rënje prej 9.5%. Retaili ka filluar të shesi produktet me këste, që do të thotë ja ka hequr mundësinë institucionit financiar, sepse parë që normat e larta të interesit etj. Dhe për të motivuar më mirë konsumatorin, filloi dhe të kaloi automatikisht përmes shitjes së drejtë për drejtë me këste, që do të thotë pagesa të mëpasshme për këta konsumator, gjë që nuk është më në portofolin e institucioneve financiare, jo banka. Dhe treta patjetër që ka ndikuar edhe paketa e rregullave të vendosura nga Banka e Shqipërisë, paksa të vonuara, por absolutisht që japin eficiencën e tyre dhe duket efekti në statistikat. Me bizneset që kanë nisur të ofrojnë vetë madhra dhe shërbimet e tyre me këste, duke anashkaluar interesat e larta të kredive të institucioneve mikrofinanciare, qytetarët duket se po gjejnë alternativa më të qëndrueshme financimi. Unë do të isha i kënaqur dhe do të isha optimist nëse vërtet konsumatorët kanë arritur të kuptojnë problemin e madh të normave të larta të interesit që duhet paguanin. Jemi në tjetër çështje kur ti do të bësh një biznes, ke një ide shumë të mirë, të kalibruar shumë mirë dhe ke vështirësitë e financimit të një startupi. Nga ana tjetër, të dhënat nga banka tregojnë se kredit po paguhen kryesisht në kohë, pasi vetëm 4.2% e vlerës së kredive rezulton me vonesa në pagesë.